Në ambientet e familjes së Shën Josefit punëtor në Pjetërshan po vazhdon me sukses kampi veror 2026. 10 fëmijë janë bërë pjesë e ditës së dytë të këtij aktiviteti, i cili synon të ofrojë atyre ditë të mbushura me gëzim, miqësi, lutje, lojra dhe aktivitete kreative gjatë pushimeve verore. Më shumë rreth organizimit dhe aktiviteteve që zhvillohen në kamp, na tregon animatorja Lulieta Nikolaj. Sot është dita e dytë e kampit veror, edhe këtu do thotë bëhet kampi në mënyrë që fëmijët të socializohen me njëri tjetrin. Kampi veror për mua është një nga përvojat dhe aktivitetet më të mira që ne e organizojmë gjatë verës. Edhe këtë vit, përkundër viteve tjera, është mesha e shenjtë me temën lërni fëmijët të vinë tek on, që kështu fëmijët të jenë edhe të bashkuar së pari në kish, e më pas edhe me njërin tjetrin, sepse bashkimi fillon së pari në kish. Edhe kështu që kur shkojnë ata tek shtëpitë e tyre, këtë mesazh që kanë marrur në kish, në meshën e shenjtë ta shpërndajnë edhe tek të tjerët. Fëmijët shprehen të lumtur që po marrin pjesë në kamp, duke theksuar se kanë krijuar miq të rinj, janë argëtuar së bashku dhe po shijojnë pushimet verore. Në kamp veror më pëlqen më së shumti çfarë aktivitete bëjmë, animatorët kujdesen shumë për neve, edhe më pëlqen se si bëjmë më shumë shoqëri, njoftime me njëri tjetrin. Mua për kampin më pëlqen se si njoftohem më shumë me njerëz, bëhemi shok dhe shoqe, edhe bëjmë aktivitete si për shembull lojra, sepse në shtëpi s'kemi çfarë të bëjmë dhe kur vini këto kënaqemi. Kampi veror 2026 do të vazhdojë deri më 11 korrik dhe është i hapur për fëmijët e fshatrave përreth. Gjatë këtyre ditëve, ata do të kenë mundësi të marrin pjesë në aktivitete të ndryshme edukative, sportive dhe argëtuese, ndërsa animatorët do të vazhdojnë të jenë të përkushtuar për të ofruar një përvojë sa më të bukur dhe të paharrueshme gjatë pushimeve verore.